Okej, tërë po propozoj të filloj. Fillimisht ju falenderoj gjithë për pjesëmarrje, nderuar panelist, përfaqësues të institucioneve, bizneseve, shoqatat bizneseve dhe mediave shoqërisë civile, zonja zotëri. Lejoni fillimisht ju uroj mirëseardhje në diskutimin e sotëm, i cili fokusohet në prezantimin e një raporti që Instituti Ri Invest e ka përgatitur, që titullohet Një studim kërkimor mbi dinamikën e korrupsionit nga ana e ofertës në Kosovë, që është përgatitur me mbështetjen e projektit Kosovo Municipal Integrity, që zbatohet nga DAI dhe financohet nga USAID. Sigurisht se konstatimet e raportit besin të ekipit kërkimor përkatësisht të Institutit Ri Invest. Qëllimi i këtij raporti është që të rresë ndërgjegjësimin e aktorëve kryesorë në komunitetin e biznesit, mbi rëndësinë e respektimit parimeve etike në bërjen e biznesit, me qëllim të reduktimit të korrupsionit nga ana e ofertës, përmes ushtrimit të një tolerancë zero ndaj praktikave korruptive. Raporti është përgatitur duke u bazuar në dhëna parësore dhe dytësore, duke analizuar kuadrin ligjor, praktikat ndërkombëtare, po edhe përmes anketimit të një mostre përfaqësuese me bizneset në Kosovë për të analizuar këtë fenomen. Në angazhimet kundër korrupsionit në Kosovë, ana e ofertës korrupsionit është neglizhuar, gjithmonë është diskutuar për problemet që janë në sektorin publik, megjithatë janë evidentuar raste jo të rralla ku proceset ose fenomeni i korrupsionit është iniciuar nga sektori privat, dhe ne mendojmë se duhet bërë përpjekje të përbashkëta në mënyrë që të rritet integriteti në sektorin privat për të minimizuar, trajtuar edhe prej anës së ofertës çështjen e korrupsionit. Rezultatet, siç do të shihni edhe në raport, tregojnë se bizneset janë të vetëdijshme për nivelin e lartë përhapjes korrupsionit edhe nga ana e ofertës. Mirë po çka është inkurajuese është se janë të gatshme që të marrin pjesë në zbatimin e një kodi etik të praktikave të mira për me minimizuar korrupsionin, me idenë se kjo do të përmirësoj mjedisin biznesor, do ta bëjë më barabartë, sepse siç tregojnë studimet edhe të mëparshme të Institutit Ri Invest, një prej burimeve të konkurrencës jo të ndershme në Kosovë buron nga korrupsioni në sektorin privat. Në kuadër të angazhimit të Institutit Ri Invest në bashkëpunim me projektin Kosovo Municipal Integrity, janë parapara dhe një mori aktivitetesh që gjithashtu parashojnë edhe adoptimin e kodit kundër korrupsionit në kuadër shoqatat biznesit dhe krijimin e një infrastrukture që do të administrojë një proces tillë. E ne besojmë se gjithë kjo do të rritë integritetin në sektorin privat edhe do të ndikojë që ky përmirësim të krijon një mjedis më të barabartë e më konkurrues. Lejoni gjithashtu të njoftoj që ne qëllimisht nuk e kemi shtyp si kopje fizike raportin, ato mund të shkarkoni përmes skanimit të QR kodit që është në agjendë. Qëllimi kryesor ka qenë që ne besojmë se diskutimet që dalin prej kësaj tërëze do të mund ta pasurojnë raportin, ato do të përbrencohen brenda raportit në fjalë. Siç e thash edhe më herët, në këtë përpjekje Instituti Ri Invest dëshiron të falenderoj projektin Kosovo Municipal Integrity për mbështetjen, si dhe për ofrimin e rrjetit përmes cilit ne besojmë se mund ndikojmë që të përmirësohet integriteti i sektorit privat e bashkërisht të ndihmojnë në përmirësimin e proceseve në prokurim publik, i cili siç e dim është kontribues i madh në ekonominë e vendit, e mënyra se si menaxhohet, jo vetëm se ndikon në atë se çka bleme paratë e taksapaguesve, po edhe në krijimin e një mjedisi të barabartë në afarist. Pa humbur kohë, unë po ftoj zonjën Aferdita Mekuli, udhëheqëse e projektit të integriteti komuna në Kosovë, për një fjalë hyrëse. Zonja Aferdita. Faleminderit Alban, përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur në këtë tryezë diskutimi. Këto tryeza zakonisht shërbejnë për na me i prezentu se çka kemi bashkëpunuar, bashkëpunimi jonë çfarë fruti e ka ofruar, në këtë rast është ky raport. Mirë po çka presim nga ju gjithë është që të diskutoni dhe të na tregoni çka janë ato tmeta të cilat na ndoshta nuk kemi mujt me i pa, dhe çka ju rekomandoni që të forsojmë edhe më tepër, të mundohemi të luftojmë së bashku luftën për ngritjen e integritetit në sektorin privat. Disa fjalë për shoftyrat të panjoftuna në këtë ryezë, dashta veç më ju thon kush jemi ne. Ky është fundi i vitit 2 që jemi në Kosovë në implementimin e
projektit Integriteti i Komunave të Kosovës, mirë po për ata që na njohim, është viti 7 që punojmë në luftën kundër korrupsionit në prokurimin publik. Me një theksim të veçantë, projekti që tash jemi duke implementu, Integriteti i Komunave të Kosovës, që është i financuar nga USAID, mundohet që muat e ka në thelb luftimin apo ngritjen e integritetit të sektorit privat, me një theks më të veçantë. Shoqëria civile e dim, kjo është viti 7 që po bashkëpunojmë, mirë po ne punojmë edhe me komunat e Kosovës, me Ministrinë e Shëndetësisë, duke u mundu që edhe sektorin publik t'i ngrisin kapacitetet dhe ta luftojmë korrupsionin në prokurimin publik apo në financat publike, por edhe ngritjen e integritetit të sektorit privat. Unë nuk du publik, më fani. Unë nuk du të hy në raportin se çka, ishte një bashkëpunim mjaft i mirë mes të Reinvestit dhe ne, sigurisht që Reinvestit do ta prezentoj raportin sot edhe po ashtu e keni qasje, por du të theksoj disa çështje. Ajo është që mbetet sfidë e vazhdueshme do të thotë korrupsioni në anën e ofertuesit, këtë rast në anën e bizneseve apo të sektorit privat, edhe një vëmendje është e pamjaftueshme dhe veprime të pamjaftueshme që ky problem të zgjidhet. Andaj edhe kjo iniciativë, andaj edhe iniciativat të ngjashme janë ende duke u marrë edhe duke u mundu që ta zvoglojmë atë boshllëkun që është sa i përket integritetit të sektorit privat në Kosovë. Kemi fillu disa bashkëpunime, përmendi Albani, dhe du me u falenderu në ato bashkëpunime me odat ekonomike të cilat janë duke operu në Kosovë, mirë po nuk është, du me theksu që nuk është edhe nga ana e odave, nuk është pa një gatishmëri nga të gjitha odat, jo vetëm me ato që kemi bashkëpunu, por jo të gjitha odat kanë qenë të gatshme të bashkëpunojnë, nuk du me i cek cilat janë ato, mirë po sigurisht në të ardhmen do t'i cekim, sepse na duhet që bashkërisht të bëhemi bashkë edhe që ta luftojmë këtë dukuri të keqe. Edhe të gjithë duhet të jenë aty prezent, por që se nuk janë ende sa e diune, s'kemi pas rezultat në kapërtimin apo në përfshirjen e gjitha këtyre odave në këtë çështje. Në bashkëpunim me institutin e kemi bërë edhe një vlerësim ku është pa që korrupsioni mbetet sfidë në sektorin privat për zhvillim ekonomik. Se si është ajo sfidë dhe si çka kanë bërë studimi, do ta tregon edhe do ta tregon Reinvesti sot. Unë harrova me përmend që në anën time të majtë është zoti Ylli Buleshka, i cili është drejtori i Agjencisë për parandalimin e korrupsionit, me të cilin duhet të thellohen bashkëpunimi, sepse ne si projekt, po ashtu bashkërisht me partner tonë, që është shoqëria civile, institucionet dhe në këtë rast edhe Agjencia për parandalim të korrupsionit, do të bëjmë çmos që t'i mbyllim këto boshllëqet që kanë mbetë edhe që janë ende sfidë për zhvillim të vendit tonë dhe të mundohemi të bëjmë të kemi një qasje më të mirëfillt sa i përket luftës së korrupsionit në Kosovë. Nuk du me marrë ma tepër kohë, se sigurisht do një të ndigjoni inputet e mirëfillta nga instituti vetë që e kanë ndërmarrë këtë studim dhe kanë ardhur deri te ky konkludim. Ka shumë rekomandime interesante të cilat ju inkurajoj që ti kaloni dhe ti mund të zbatoni edhe në institucionet e juaja ku ju edhe përfaqësoheni. Nuk dashna me marrë ma shumë kohë, Alban, faleminderit për këtë takim. Unë du me kërku falje, i thash Albanit ma herët, për momentin projekti jonë është kogja i shtrirë në shumë institucione, mirë po vetëm sot i kemi 5 evente në cilat 3 prej tyre më duhet prezenca ime. Dhe duna me kërku falje tash, mirë po stafi jonë, harrova me i përmend, që i kam mbështet këtë studim deri tash, është Besime Vuthaj, e cila e udhëheq objektivën e 4 të projektit ton, është Gent Lepaja,
i cili po ashtu punon në objektivën e 4, është Lulzimi Ismaili, i cili është ekspert i financave publike edhe me ju falenderua edhe këtyre për gjithë atë angazhim që e kanë bërë të mundur edhe këtë raport edhe këtë studim që jemi ne sot këtu. Faleminderit për vëmendjen, ne kërkoj edhe një herë falje që nuk do të mund të jem gjatë gjithë kohës me ju, por ju uroj një diskutim të hapur edhe një diskutim të mirëfillt, sepse gjitha ato rekomandime që dalin nga takimi sot, ne patjetër që do të mundohemi t'i adresojmë së bashku me partnerët tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Afrodita. Sigurisht unë mund mi dhonë një hun falënderimit tonë për ekipin e projektit KMI, cilët kanë qenë shumë bashkëpunues edhe në ofrimin e komenteve për ekipin tonë kërkimor, për me pas këtë raport që tash do të na prezanton Liridoni Kryeziu, lëmtuesi i lartë Institutin e Invest. Liridon, për ta kalë fjalën dy. Faleminderit Alban. Atëherë përshëndetje gjithëve. Një prezantim të shkurtër të gjetjeve të raportit. Tani do i mundohemi me i përmbledh në mënyrë sa më shpejt mirë që me i fillu diskutimet. Përmbajtja e këtij raporti është në fillim shkurtimisht qëllimi dhe objektivat e ulëmtimit, pastaj metodologjia e ulëmtimit dhe analiza e kornizës ligjore dhe praktikave ndërkombëtare dhe rajonale. Dhe në fund, domethënë do i prezantojmë gjetjet në tri në ndarje kryesore, perceptimi i biznesit në lidhje me korrupsionin në vend në përgjithësi, pastaj do ndalemi në mbi praktikat korruptive në sektorin në prokurim publik, dhe në fund sjellja e bizneseve kundër korrupsionit dhe qasja e tyre në kontekstin e zbatimit të parimeve etike në brenda bizneseve të tyre. Dhe në fund do i ofrojmë disa prej rekomandimeve që i kemi përgjithë, por në përgjithësi, domethënë për më zgjenemisht lidhje me rekomandimet, që tha Albani mundeni me shiku raportin si verzion final. Edhe herë, ashtu që tha dhe në fillim Albani, qëllimi i këtij ulëmtimi është me rrit dëgjësimin e akterëve të ndryshëm në komunitetin e biznesit, në mënyrë që me reduktu korrupsionin dhe rishfetin nga ana e ofertës. Për shembull në literaturë kemi kur diskutohet nga korrupsioni nga ana e ofertës dhe kërkesës, zakonisht thuhet korrupsioni aktiv dhe pasiv, që në fakt ne e kemi diskutuar që dy anë janë aktive. Domethënë edhe ana pasive ku diskutohet që është nga ana e zyrtarëve të shtetit, faktikisht ajo është korrupsion aktiv. Kështu që kjo orbetet domethënë që me usqaru pak më në detaj domethënë. Objektivat janë që me vlerësu nivelin e korrupsionit nga ana ofertës, nga ana biznesit, të cilat marrin pjesë në mënyrë aktive në prokurim publik. Ne kemi zgjedhur një mosër prej 500 bizneseve, të cilat kanë marrë pjesë në prokurim publik në 5 vitet e fundit. Edhe normalisht, domethënë, kuadri i këtij objektivit është që me rrit ndërgjegjësimin e komunitetit biznesit dhe palëve të interesit, në mënyrë që me bashkërisht me luftu dukurinë e korrupsionit nga ana e ofertës. Në metodologjinë e kemi përdorur dy dhana kryesore, dhana primare që përbën një anketë për 500 bizneseve, në gjithsej 7 rajone në Kosovë, ku rajoni që dominon domethënë për bizneseve të marra në këtë anketë janë prej rajonit të Prishtinës, dhe siç e thash, ajo kriteri bazë për me përzgjedh një biznes në Mostër ka qenë domethënë që biznesi me marr pjesë, me qenë pjesë ose që ka qenë aplikant në prokurim publik në 5 vitet e fundit, dhe dhëna sekundare mi fokusu në analizë dokumenteve, të ligjeve dhe të raporteve të ndryshme në mënyrë që me përzgjedh domethënë praktika sa më të mira ndërkombëtare dhe rajonale dhe me ofru një pasqyrë të qartë se ku gjendet Kosova. Në përgjithësi një përshkrim shumë të shkurtër të kornizës ligjore. Në fakt në Kosovë vetëm ekzistojnë ligjet që e definojnë ose e sankcionojnë korrupsionin nga ana e ofertës, edhe domethënë përgjithësi edhe ato të kërkesës, edhe këto ligje sankcionojnë pastrimin e parave, keqpërdorimin e pozitës zyrtare dhe përfshirë edhe rishfetin e zyrtarëve të huaj. Po ashtu në kuadër të kësaj, domethënë sipas kodit penal, ne 309 dhe 310 sankcionon korrupsionin pjesën e ofertës dhe dënim me 6 vite burgim.
Në kuadër të kornizës ligjore është edhe ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve, që ka për qëllim fakt me lehtësu raportimin e rasteve të shkeljeve të ligjeve brenda në bizneset ku ata operojnë, po edhe institucionet publike. Sipas ligjit, institucionet publike dhe private që i kanë mbi 50 punëtor janë të obliguar që me emëru një zyrtar brenda biznesit apo institucionit që me qenë sinjalizues brenda në biznes. Po ashtu ne e shohim që ka një gap në sa i përket kornizës ligjore që në diskutimet që do i bëjnë në praktika ndërkombëtare dhe rajonale, kryesisht praktika ndërkombëtare, ne e shohim që ka korniza ligjore ka një hendek dhe gjithsesi ky hendek është gjetë edhe ty u bazu në gjetët e studimit që ne i kemi të anketës në fakt. Sa i përket praktikave ndërkombëtare, ne i kemi përgjith 3 shtete, për shembull Franca, Agjencia franceze kundër korrupsionit ka ofruar udhëzime detajzuar sa i përket për me ndihmu sektorin publik dhe privat, me qëllim me parandalu dhe me luftu korrupsionin, tregtimit të ndihimit, shantazhit nga ana e zyrtarëve publik dhe marrëse palishme të interesave, shpërdorimit të fondeve publike e tjera. Mbretëria e Bashkuar, siç dihet, përmes The Bribery Act vitit 2010 i ka përfshirë gjitha kornizën ligjore kundër korrupsionit në një kornizë të vetme, në mënyrë që me qenë një linjë të veçantë, mënyrë edhe me luftu korrupsionin sa më shumë. Edhe në fakt kjo është vlerësuar që është konsoliduar. Gjermania i ka marrë disa prej masave që fokusohet në sankcionimin e individëve dhe grupeve që fokusohen në marrjen dhe dhënien e rishfet në praktika tregtare. Pastaj është fokusuar në sektorin e shëndetit edhe në atë të publik. Ka prezantuar aktin për përmirësimin e integritetit të biznesit dhe të njëjtën kohë është edhe akti për sankcionim për krimet korporative, të cilat përdorin ndikimin e tyre për me arrit objektivat e tyre përmes veprimeve të jo ligjshme. Në aspektin e praktikave rajonale ne shohim pak që ka korniza ligjore afërsisht është e njëjtë, edhe gjitha këto shtete e sankcionojnë korrupsionin aktiv dhe pasiv, po në kontekstin tonë nga ana e ofertës e sankcionojnë, dhe Shqipëria për shembull e ka fokus veçantë për fitimet dhe premtimet e parregullta. Maqedonia e Veriut ka një gamë gjerë të veprimeve që i merr në kuadër të ligjit që përfshin sjellje të qëllimshme për të përfituar dhe ndikuar për me arrit objektiva të caktuara, të jotëlidhshme, dhe Malizi sanksionon veprime të ndryshme të korrupsionit, përfshi rishfetin, abuzimin e detyrës dhe mashtrimin dhe abuzimin e autoritetit në biznes. Dhe gjitha këto shtetet fakt edhe e kanë edhe kornizën ligjore sa i përket mbrojtjes së sinjalizuesve, një që është parafërsisht e njëjtë si edhe në Kosovë. Në kuadër të praktikave ndërkombëtare, ne kemi gjetë që tani paktet e integritetit janë të rëndësishme në mënyrë që me u luftu korrupsionin nga ana e ofertës. Paktet e integritetit janë prezantuar fillimisht në vitet 90-ta dhe ideja e pakteve të integritetit është që një grupet e interesit, qeveria, bizneset dhe shoqëria civile e nënshkruajnë një pakt të integritetit ku të gjitha zotohen që në bazë për përgjegjësive që i kanë do i kryejnë në bazë të këtij pakti. Për shembull, në prokurim publik, para se me fillu dhënia e ofertimi, bizneset janë të detyruar në disa shtete që me nënshkruaj një pakt të integritetit, që është në formë të kodit të etikës, në mënyrë që cilat biznese zotohen që nuk kanë marrë pjesë në praktika korruptive apo me ushtruar ndikimin e tyre gjatë procesit të përzgjedhjes së kompanisë fituese. Edhe ne shohim që në fakt këto pakte të integritetit që monitorohen prej Transparency International në shumë shtete dhe projekte ka pas efekt pozitiv. Për shembull, është projekti i Komisionit Evropian mbi